Përshëndetje të gjithëve. Sot do t'ju tregoj një recetë shumë të thjeshtë dhe natyrale që ndihmon për tiroidin dhe vezorën policistike. Kjo pije është e pasur me fibra, omega 3 dhe minerale që ndihmojnë në trupin të balancohet. Për ta përgatitur këtë na duhet një banane, tërshet, qumësht, faraliri,
Farakia. Farakia duhet të qëndrojnë rreth 15 minuta që të zbuten dhe të krijojnë agjetin e tyre të mirë për tretjen dhe hormonet. Dobit e recetës për tiroiden mbështet metabolizmin përbërësit si tërshëra dhe farat që janë ndihmojnë tretjen dhe ekuilibrin hormonal, redukton inflamacionin, omega-3 nga farakia dhe fibrat nga tërshërat ndihmojnë në uljen e inflamacionit që shpesh shoqërohen problemet e tiroides, siguron vitamina dhe minerale, banana jep vitaminën B6 dhe kalium që ndihmojnë funksionin normal të qendrës tiroide. Ndërsa për vezorin policistike stabilizon sheqerin në gjak, kjo recetë nuk ka sheqer të shtuar dhe ka indeks glicemik të ulët. Ndihmon ndjeshmërinë ndaj insulinës, fibrat dhe omega-3 përmirësojnë reagimin e trupit ndaj insulinës. Mbështet ekuilibrin hormonal, banania dhe farakia përmbajnë substanca që ndihmojnë hormonet të funksionojnë mirë dhe të reduktojnë inflamacionin në trup. Kjo recetë ndihmon në rregullimin e hormoneve, përmirëson tretjen dhe jep energji natyrale për gjithë ditën. Nëse ju pëlqen, mos harroni të lini një like dhe të abononi në kanalin tim për më shumë receta natyrale. Bashkë shihemi në recetën tjetër.